Pse njerëzit që duken të fortë vuajnë në heshtje? Ka njerëz që qeshin çdo ditë, flasin normalisht, dalen me të tjerët, punojnë, vazhdojnë jetën sikur gjithçka është në rregull. Por askush nuk e sheh lodhjen që mbajnë brenda vetes. Askush nuk e sheh sa shumë mendojnë natën, sa shumë heshtin, sa shumë mbajnë brenda vetes pa e treguar kurrë plotësisht. Dhe ndoshta njerëzit që duken më të fortë shpesh janë ata që vuajnë më shumë në heshtje. Sepse disa njerëz janë mësuar të mos flasin për dhimbjen e tyre. Janë mësuar të mbajnë gjithçka brenda. Që të vegjël, shumë njerëz mësohen, mos u anko, mos qaj, mos u duk i dobët, mbaje për vete, bëhu i fortë. Dhe gradualisht njeriu fillon të ndërtojë një maskë, një version të vetes që duket i qetë, i fortë, i kontrolluar. Ndërkohë që brenda vetes mund të jetë duke luftuar çdo ditë. Psikologjia moderne e quan këtë emocional supresion. Shtypje emocionale. Kur njeriu mësohet të fshehë emocionet vazhdimisht, ato nuk zhduken, vetëm heshtin. Dhe me kalimin e kohës, ajo heshtje bëhet lodhje mendore. Ka njerëz që janë gjithmonë aty për të tjerët. Japin këshilla, japin qetësi, dëgjojnë problemet e të gjithëve. Por askush nuk pyet, po ti si je? Vërtet? Dhe ndonjëherë njerëzit më të fortë lodhen pikërisht sepse gjithmonë duhet të duken mirë për të tjerët. Sepse janë mësuar të mbajnë rolin e personit të fortë. Dhe kur njeriu mban atë rol për shumë vite, fillon të harrojë si të jetë vulnerabël, si të kërkojë ndihmë, si të thotë, nuk jam mirë. Ka diçka shumë të vetmuar tek njerëzit që vuajnë në heshtje. Shpesh askush nuk e kupton sa shumë po luftojnë. Sepse ata vazhdojnë të funksionojnë normalisht. Punojnë, qeshin, dalen, përgjigjen, jam mirë. Ndërkohë që brenda vetes ndihen emocionalisht të raskapitur. Psikologët e lidhin këtë me hiq funksioning depresion. Kur një person vazhdon jetën normalisht nga jashtë, por brenda ndjen zbrazëti, lodhje dhe mungesë qetësie. Dhe kjo është shumë më e zakonshme se sa njerëzit mendojnë. Sidomos sot, sepse bota moderne i ka bërë njerëzit shumë të izoluar emocionalisht. Njerëzit flasin gjithë ditën online, por shumë pak ndihen realisht të kuptuar. Ka njerëz që kanë qindra kontakte, por askënd me të cilin mund të flasin sinqerisht për atë që ndjejnë. Dhe gradualisht kjo krijon një vetmi shumë të heshtur. Një vetmi që nuk duket nga jashtë, por ndihet fort natën, kur gjithçka qetësohet, kur telefoni hesht, kur mendja fillon të flasë më fort. Marcus Aurelius shkruante, shpirti bëhet ngjyrë e mendimeve që mban çdo ditë. Dhe ka njerëz që mbajnë mendime shumë të rënda pa ia treguar askujt. Frikë, lodhje, vetmi, pasiguri, dhimbje të vjetra, kujtime, pendime, por vazhdojnë të ecin sikur asgjë nuk po ndodh, sepse janë mësuar të mbjetojnë në heshtje. Ka edhe ego brenda gjithë kësaj. Disa njerëz kanë frikë të duken vulnerabël. Kanë frikë se mos bëhen barë për të tjerët. Prandaj mbajnë gjithçka brenda. Mendojnë, do kaloj. Nuk ka rëndësi. Nuk dua të shqetësoj. Askënd. Por emocionet që shtypen për shumë kohë nuk zhduken. Vetëm bëhen më të rënda. Carl Jung besonte se emocionet e pashprehura nuk zhduken kurrë. Ato vazhdojnë të jetojnë në heshtje brenda njeriu. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ka njerëz që duken shumë të qetë, por janë të lodhur shpirtërisht. Sepse kanë kaluar vite duke mbajtur gjithçka vetëm. Ka njerëz që askush nuk i sheh duke qarë. Jo sepse nuk ndjejnë, por sepse qajnë vetëm. Në makinë, natën, në heshtje, kur askush nuk është aty. Dhe ndoshta kjo është një nga format më të dhimbshme të vetmisë. Kur je i rrethuar nga njerëz, por askush nuk e njeh versionin tënd real. Shoqëria moderne e admiron shumë forcën. Por ndonjëherë ajo që njerëzit quajnë forcë është thjesht mbijetesë emocionale. Sepse njerëzit që nuk flasin për dhimbjen e tyre nuk janë gjithmonë të fortë. Ndonjëherë janë thjesht të lodhur nga ideja që askush nuk do t'i kuptojë.
ka edhe njerëz që janë bërë emocionalisht të heshtur sepse janë lënduar shumë herë. Janë hapur dikur. Kanë folur. Kanë besuar. Dhe janë ndjerë të keqkuptuar. Prandaj tani heshtin. Jo sepse nuk kanë emocione, por sepse kanë frikë të mos lëndohen përsëri. Njëtës që shkruante, njerëzit më të thellë shpesh vuajnë më shumë. Dhe ndoshta kjo është e vërtetë. Sepse njerëzit që mendojnë shumë ndjejnë shumë. Edhe kur nuk e tregojnë. Ka njerëz që mbajnë buzëqeshje në fytyrë ndërkohë që mendja e tyre është e lodhur çdo ditë. Dhe askush nuk e kupton. Sepse shumë njerëz kanë mësuar të fshehin dhimbjen aq mirë sa edhe vetja e tyre fillon të harrojë sa shumë po vuajnë. Por trupi nuk harron. Mendja nuk harron. Shpirti nuk harron. Dhe gradualisht lodhja emocionale fillon të shfaqet në heshtje. Mungesë energjie. Distancë. Overthinking. Pagjumësi. Mungesë emocionesh. Ndjesia sikur asgjë nuk të prek më njësoj. Dhe ndonjëherë njerëzit nuk kanë nevojë për dikë që t'u jap zgjidhje. Kanë nevojë vetëm për dikë që t'i kuptoj. Që t'i dëgjoj pa gjykim. Që t'u jap hapësirë të jenë njerëzor. Sepse edhe njerëzit më të fortë lodhen. Edhe ata kanë nevojë për qetësi. Për afërsi. Për mirëkuptim. Ka një ndryshim shumë të madh mes të dukesh i fortë dhe të ndihesh mirë. Shumë njerëz sot duken të fortë, por brenda vetes ndihen emocionalisht bosh. Dhe ndoshta problemi modern nuk është se njerëzit nuk ndjejnë, por se shumë pak njerëz ndihen të sigurt për të treguar atë që ndjejnë. Realisht, Erich Fromm shkruante se dashuria e vërtet fillon aty ku njeriu ndihet i sigurt të jetë vetvetja. Pa maska, pa role, pa frikë. Dhe ndoshta kjo është ajo që mungon më shumë sot. Siguria emocionale. Hapësira ku njeriu mund të thotë, nuk jam mirë. Pa u ndier i dobët. Pa u ndier barë. Sepse në fund edhe njerëzit që duken më të fortë janë ende njerëz. Edhe ata kanë plagë. Edhe ata kanë net të vështira. Edhe ata ndonjëherë lodhen duke mbajtur gjithçka vetëm. Dhe ndoshta forca e vërtet nuk është të vuash në heshtje. Ndoshta forca e vërtet është të pranosh që edhe ti ke nevojë për dikë. Që edhe ti meriton qetësi. Që edhe ti nuk duhet të mbash gjithçka vetëm. Sepse askush nuk është krijuar për të luftuar gjithmonë vetëm me mendjen e vet. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.